parim deri tani për gjykatën kushtetuese. Evarist, po flisnim pra për këtë raport. Mirë, po, sa ndikon ose sa harmonizohet, dhe këtu e kam konkretisht tek trupa aktuale e gjykatës kushtetuese, sa harmonizohet autoriteti, kredibiliteti dhe integriteti i trupës me autoritetin dhe integritetin kushtetues të institucionit. Kjo është një çështje dhe ne kemi folur këtu dhe kemi thënë që është testuar dhe po testohet gjykata kushtetuese me këto vendimmarrje. Po kjo çështje e fundit, pra rasti e kam pak më shumë, e kam pak më gjerë problemin. Po, të kuptoj drejt. Po e thjeshtëzoj për të pranishmit dhe për shikuesit. Kur është krijuar gjykata kushtetuese, ti thjeshtëzoj për gjykatën kushtetuese, se ajo se kupton se ne kuptojmë. Ajo është në udhkryq për momentin. Po, edhe për gjykatën kushtetuese. Domethënë kur është themeluar gjykata kushtetuese, për herë të parë në 92-shin, mos gaboj, për dispozitat kryesore kushtetuese. Pavarësisht se në atë kohë ashpërsia, konflikti politik ishte në një dimension tjetër, ishte rrëzuar një sistem, ishte krijuar një sistem tjetër, kishte ikur Partia Socialiste nga pushteti, kishte ardhur Partia Demokratike, korrigjoj, Partia Komuniste. Ishte bërë socialiste. Në 22 mars konkuroi si Parti Socialiste. Partia e Punës. Dhe ma lër mua, Eugen. Këtë është në historinë e partisë. Por e kam pëlqen ta them që ishte vazhdimësi e u krijua një trup punës e gjykatës me emra kredibël, autoritar që vinin si autoritetet të mëdha të fushës së drejtësisë, të së drejtës penale, të së drejtës kushtetuese, të së drejtës civile, vinin me një background akademik, plas për emra dhe që është mënyra kredibël shumë që të mos hyjë në emra konkretisht. Po, kam parasysh. Dhe gjatë gjithë kohës, deri tek shkrirja për shkak të reformës në drejtësi, për ta ilustruar, po them, nëse Rustem Gjata, profesor Rustem Gjata ka qenë kryetari i parë i gjykatës kushtetuese. E mandej erdhi Femi Abdiu. Erdhëm deri tek trupa e gjykatës kushtetuese me antarë si Besnik Ymeri me kolegët e tij, pra shumë kredibël edhe profesionalisht. Sot a jemi te ky nivel kredencialesh të emrave përbërës gjykatës kushtetuese? Standardin e duhur dhe e kemi thënë dhe po e rithem. Gjykata kushtetuese, po dhe gjykata e lartë, po doni ju në Shqipëri, nuk është trajtuar në mënyrën e duhur siç ligji dhe kushtetuta e trajton. Nga klasa jon politike këtu. Sepse është klasa politike që bën dhe ndikon dhe te emrimet, mos harrojmë. Pra, në qoftë se ju flisni për këto emra të respektuar që kanë pasur një farë kontributi në autoritetin, në fushën e së drejtës, absolutisht po. Dhe po të marrim ne modelet nga kemi marrë këtë gjykatë kushtetuese, merrni dhe shikoni emra. Mjafton vetëm një test i tillë. Merr shikoj emrat e gjykatës kushtetuese italiane, gjermane, po doni ju, apo në gjithë botën. Dhe shikoni se çfarë personalitetesh që ti shpjegojmë publikut më thjesht. Gjykata kushtetuese çfarë do të thotë? Në tërë botën, antari i gjykatës kushtetuese gjatë gjithë punës së tij prodhon citate të cilat shkruhen në gjykata, në libra dhe kudo. Më thoni një citat të këtyre viteve të gjykatës kushtetuese. Ti mbyll dy fjalit. Citata lere doktrinë. Shiko, thotë gjykata kushtetuta jon, ne ndoshta kur i lëm kështu të përgjithshme këto përcaktimet, për shembull, në rastin e gjykatës kushtetuese thuhet duhet të jetë një person që ka një kontribut në fushën e së drejtës kushtetuese me eksperiencë në administratën publike kështu me radhë. Tani këtu është çështja e interpretimit, pastaj ta atyre që gjykojnë. Pra ti kur vete dhe aplikon në këto pozicione, duhet marrë në konsiderat e gjithë karriera e gjithë secilit prej nesh. Por në rastin ton, me sa duket nuk funksionon kjo, në Shqipëri nuk funksionon dhe vitet e fundit